Dua të nxis për diçka që e filluam në shtator, edhe në shtator nëse e mba mend, filluam atë 21 ditë lutje edhe agjerim. Edhe dua të sfidoj se cilin që është këtu, edhe ato që na ndjek online, a fillojmë që nesër 21 ditë lutje përsëri. 21 ditë lutje dhe agjerime do t'jap shumë udhëzime të thjeshta, që është një diçka shumë e kollajt, shumë e dëshme për këto. Me që fillon viti, pse fillon shtator, do thot në njëri, pse nuk pritet janari. Në fakt, shtatori na është më e rëndësishëm se janari. Duket sikur shtatori është më fillim viti se janari. Se ke bë pushim korri gusht, 2 muaj, e duket me zimer, me zimer gaz, kështu që nxitja do jetë e tillë. Ajo që do të prisja nga secili, duke filluar nga vetja ime dhe secili prej jush për këto 21 ditë që i bie 3 javë të plota, është kaloni kohë me shkrimin edhe në lutje. Më shumë se në një javë tipike. Qa do thotë javë tipike? Nuk e di, ti e di, ndoshta lexon Biblën 1 herë në javë, ndoshta 2 herë në javë, ndoshta asnjëherë në javë. Jo, nuk ka nga ato që s'lexon asnjëherë në javë. Nëse sado që t'jetë, nxitja ime do ishte për këto 3 javë, do kalojmë kohë me Zotin çdo ditë. Çdo ditë. Të kalojmë kohë me Perëndin, duke lexuar shkrimin, edhe duke u lutur. Edhe e di çfarë, nëse a do ishte një gjë e madhe nëse secili prej nesh do e fillonte ditën me 1 çerekore kohë me Zotin. Po jetë sa çerekore ka dita? 96, 24. Po sikur nga këto 96 të parën, sa zgjohesh, t'javesh Perëndis 5 minuta, lexo edhe kalo kohë me Zotin. Edhe kjo do ishte e para, nëse ti bëhe kurios, lutja, qorim kërështë që dhe jetë në gjë stërbadhe. Lutja kjo do jetë. Ajde, kalojmë kohë me Zotin më rregullisht se asnjëherë tjetër, këto 3 javë, duke e fillu ditën, duke lexuar një pjesë nga shkrimi, duke u lutur. Nxitja tjetër dhe disa nga ju kam pyetur, ka lidhje me agjërimin. Kështu që do t'ju nxisja pjesën tjetër, po sikur ta agjerojmë për diçka. Në njëri thot, po s'ka fillu baromi akoma. Shiko, nuk ka lidhje me agjerimin e besimeve tjera, agjerimi është në Bibël, për para se t'ishim besimet e tjera, edhe ne herë pas hera agjerojmë gjatë vitit dhe e nxisim se cilin për ju që të agjeroni në forma të ndryshme, që do thot të heqim dorë nga diçka. Jo si dietë, nëse bën dietë për 3 javë, do dukesh më mirë. Por nëse agjerimi nuk të rregullon paraqitjen fizike, di çfarë bën agjerimi frymëror? Të rregullon të parë, të rregullon të shikuar, ti shef gjërat ndryshe. Ke një perspektiv tjetër për veten, për jetën, edhe për gjërat. Shiko, ja t'jap disa detaje për agjerimin, sepse këtu na ngatrojnë gjërat, se lutja është më e thjeshtë. Lexojmë Biblën, lutemi çdo ditë, e kuptum. Kurse te pjesa e agjerimit do t'jap ca detaje, nëse ke qenë në shtator, i di, sepse është gati e njëjta gjë që përsërita në shtator në lidhje me agjerimin, pastaj të shkojmë tek fjala e vitit. Hajde lexojmë një pasazh në Bibël që flet për agjerimin. Mateu 17 fillon kështu. Kur arritën afër turmës, një burr u afrua Jezusit dhe duke u gjëjzuar para tij, para Jezusit i tha: "Sot ki mëshirë për birin tim, sepse është epileptik, vuan shumë, ai shpesh bie në zjarr dhe shpesh në ujë." Më poshtë, vargje 16-17. Edhe babai thot: "Tani unë e solla te dishepujt e tu, por ato nuk mund do ta shërojnë." Për të në lejnë që këtu, pjesa është, si pjesa kontekstit, Jezusi ka dërguar dishepujt e tij 2 nga 2, edhe u ka dhënë autoritet të luten, të ndajnë lajmin e mirë, e të bëjmë për njerëzit, edhe ato u lutën njerëzit, kishte shumë njerëz që u shëruan, përveç këtij. Ato lutu kyç, nuk shërohen botë. Kështu që ç'a bën? Këto u konfuzuan pse nuk e shërojmë dot këtë djalin. Por Jezusi e di ç'a bëri? Jezusi dalloi cili ishte problemi, diagnoza, edhe dha ilaçin. E dalloi 2 probleme, edhe dha 2
dy ilaçe, dy gjëra. Edhe ja si vazhdoi Jezusi. Dhe Jezusi duke u përgjigjur, tha, o brez që nuk beson dhe i çoroditur, deri kur do të qëndroj midis jush? Deri kur do t'ju duroj? E sillni tek unë. Vargu 18. Atëherë Jezusi e sollën te Jezusi. Jezusi e qortoi demonin, ky doli nga djali dhe që nga ai çast djali u shërua. Pra është sa veçantë. Jezusi e dalloi që kishte një problem, që nuk po përgjigjej lutja, edhe në fakt ishin dy probleme. Ja ti shpjegoj ç'a kuptimi ka në kontekstin ton. E para, Jezusi tha, nuk beson. I tha dishepujve, nëse më ndihmo, e kam atë shpjegimin e nuk beson? Nuk beson do thot, nuk je i lidhur fort me Perëndin. E di ç'a kuptimi ka? Të është dobësuar besimi. Se shiko, mund t'jesh i krishter, sepse zgjodhe t'i besosh Krishtit, edhe ti je i shpëtuar për gjithmonë, sepse kush ka Krishtin, ka jetë përjetshme. Por, mund të humbasë shumë gjëra që Perëndia ka për ty, edhe diku ndodh të humbasë shumë gjëra që Perëndia ka për ty, kur nuk qëndron fort i lidhur me të. Kur nuk e mamen herën e fundit, që ke lexuar Biblën. O s'ma men ku kam vu Biblën. A e mamen në njëri ku ka vënë Biblën e vetë? Sa mirë. Kështu që është ç'a tregon? Sa herë që harrojmë këto praktikat e vogla, besimi dobësohet. Edhe ç'a ndodh, nëse besimi dobësohet, edhe lidhja jo me Perëndin dobësohet, nuk marrim maksimumin e asaj që Perëndia ka për ne në jetën e përditshme. Edhe përdori këtë fjalën tjetër që tha çoroditur. Nuk besoni dhe jeni çoroditur. Di çfarë thotë çoroditur? Kuptimi i fjalës origjinale i çoroditur do thotë shumë i lidhur me botën, i korruptuar. Kuptimi është i korruptuar është ke lejuar që shumë gjëra të botës të hyjnë brenda vetes e të korruptojnë. Shok, në një farë mënyre, gjithë kemi një mas korruptimi brenda vetes. E di pse? Sepse kemi parë gjëra që s'duhet ishin parë, kemi bërë gjëra që s'duhet ishin bërë, kemi thënë gjëra që s'duhet ishin thënë, edhe kemi menduar gjëra që s'duhet ishin menduar. Edhe në këtë moment, për hir të këtyre gjërave, të futen brenda nesh edhe krijojnë një formë çoroditje ose korruptimi. Kështu që, shiko, nëse ke zgjedh Krishtin, mos i ngatrojmë punët, nëse ke zgjedh Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, je përjetësisht i fituar edhe ke fitu qiellin. Po flasim si ta jetojmë jetë me bollok që tha Krishti këtu në tokë. Edhe sipas asaj që dalloi Krishti, janë dy gjëra tha, për shkak të mungesës besimit edhe për shkak të çoroditjes ose korruptimit të brendshëm. Hajde shkojmë te historia ta mbyllim. Vargu 19. Atëherë dishepujt ju afruan Jezusit më një anë edhe i thanë, pse ne, Jezus ti e bëre, por ne Allah, pse nuk ishim në gjendje ta bënim? Edhe vargu 20, Jezus i tha atyre, çuna, do ta them troç, prej mos besimit tuaj çuna, sepse në të vërtetë do më them se po të kishe besim sa i kokër sinapi, që është një farisht e vogël, do t'i thoni këtij mali, zhvendosu mali dajti, do t'i thoni ik nga këtu se më ke zonë pamjen, dil nga krahu tjetër, edhe mali do të zhvendosej. Pse? Sepse asgjë nuk do të jetë e pamundur për ju. Edhe Jezusi pastaj vargu më poshtë, edhe thot, a doni ta keni këtë lloj besimi, edhe këtë lloj fuqie, edhe ta hiqni çoroditjen, korrupsionin nga ju? Ja ta themun se si bëhet. Vargu 21. Edhe Jezusi tha, por ky lloj demoni, ky lloj problemi, ky lloj halli, kjo lloj pengese që ti ke përpara, e di si largohet? Largohet me dy gjëra. Me anë të lutjes dhe me anë të agjerimit. Çfarë bëri Jezusi? E gjeti problemin, mungesa besimit, edhe çoroditja, e tha, këto rregullohen si? Me anë të lutjes, kohës tuaj me Perëndin çdo ditë, me anë të agjerimit. Edhe çfarë ndodh nëse i bëjmë këto dyja për 21 ditë? E para, lutja do të na lidh ngushtë me Perëndin. Nëse më ndihmon me slajdet, lutja na lidh ngushtë me Perëndin. Prandaj sot du të nxis shumë. Hajde e fillojmë që nesër kohë me Perëndin, të rregullt si asnjëherë tjetër.
10 minuta, çerekore 20 minuta, si asnjëherë tjetër. Qa do ndodhi mas 21 ditësh? Qa do ndodhi mua mas 21 ditësh? E di qa do ndodhi? Do jemi lidhur më ngushtë me Perëndin. Pse? Sepse kalova më shumë kohë me këto 21 ditë. Edhe e di qa ndodh, kurse agjërimi, e di qa bën agjërimi? Agjërimi na zgjidh ose na shkëput nga bota. Qëllimi i agjërimit duhet jetë, Zot, që ka një gjë në jetën time që tregon që jam shumë i lidhur me këtë botë? Qa është një gjë? Edhe si të shkëputem nga ajo gjë për këtë 21 ditë? Qa është një gjë që është... Ushqimi është ndër të parat, kur njerëzit agjërojnë, e di pse? Sepse ka lidhje me Adamin me Evën. Adam me Evën e humbën lidhjen miqësinë e tyre me Perëndin për shkak se u bën ziliqar. Kishin me ngrënë sa dush, çosh atje. Shku në hëngër dhe atë tjetrën. Edhe nga prandaj forma e agjërimit është ushqimi, sepse ka njerëz që në këtë kohë ndryshojnë diçka te menuja e tyre. Heqin ëmbëlsirat, ose nuk kanë sheqer fare, ose heqin bukën. Shiko, ka 4 lloj agjërimi që sugjerova në shtator. Ja ti përsëris shumë shpejt, edhe uroj shumë që të zgjidhni të paktën një herë. Edhe di që në shtator pati shumë persona që agjërohen, edhe lutem shumë që këto 21 ditë se cili për nesh të paktën do zgjedhë njërë nga këto. Për 21 ditë, 3 javë rresht. Kush ma men njëri? Ma men dhe njëri? Agjërimi i parë, kush është? Agjërimi i parë është quhet agjërimi i plot. Shiko, agjërimin e plot e shikon Bibël, edhe është koha, kjo koha që njerëzit nuk hanë asgjë. E di që thot asgjë? Asgjë fare. Asgjë fare, për 21 ditë, vetëm pinë ujë ose lëngë. Por ushqime 0 për 21 ditë. Ky është agjërim shumë i fortë. Edhe shiko, nëse ti zgjedh të bësh këtë lloj agjërimi, gjë e parë që do të bësh, do të kontrollohesh me mjekun e lagjes. A ta lejon ai ose ajo për ta bërë këtë agjërim, sepse mund të kesh probleme me tensionin, mund të kesh probleme në një shqetësim tjetër dhe a mund ta përballosh këtë gjë. Kështu që je i zgjuar nëse zgjedh të lloj agjërimi, përfitimi frymëror është shumë i madh nëse bën këtë lloj agjërimi. Por pyetja është, a e përballon dot fizikisht? Këtë nuk e di. Këtë e di mjeku i lagjes. Agjërimi i dytë quhet agjërimi me përzgjedhje. Ky është një nga agjërimet që është më i praktikuar, quhet ndryshe agjërimi i Danielit. Është koha që ha vetëm barishte. Agjërimi i Danielit heq bukën, produktet e mishit, bylmetin, ëmbëlsirat, vetëm fruta, perime, vaj ulliri, kaq. Këto 3. Dhe filloshe? Çike vështirë. Prandaj quhet me përzgjedhje, ti zgjedh disa produkte nga menuja që këto do të haj, jo këto të tjerat. Agjërimi tjetër që quhet i pjesshëm, agjërimi i tretë, edhe ky agjërimi i tretë i pjesshëm po bëhet shumë në modë. Sepse nuk ndryshon menuja, ndryshon orët që rri pa ngrënë. Edhe është ha 1 ose 2 ose 3 herë në ditë, po është me orar 14 me 10, 16 me 8 ose 8 me 6. Që do thotë, 14 orë rri pa ngrënë, po brenda 10 orëve ha. Ose 16 me 8, 16 rri pa ngrënë, edhe është quhet intermediate fasting, nuk e di si quhet tash me të termat në internet, po e gje kudo. Është thjesht, është në shtator e di që shumë persona kanë bërë këtë lloj agjërimi. Agjërimi 4 quhet agjërimi i shpirtit ose agjërimi i brendshëm. Dhe mendoj që është gjithë kemi nevojë për këtë agjërimin e brendshëm, sepse është problemi yt më i madh që i bie nuk është ushqimi, por problemi më i madh është janë bërë gjërat që hyjnë në mendje edhe në zemër nga media sociale, nga TikToku, nga Reels, nga YouTube. Edhe kjo pjesë, shumica prej nesh, në mos gjithëve, na duhet një detox nga telefoni për 21 ditë. Paktën sikur të heqim gjysmën e screen time për 21 ditë. Edhe është edhe një pjesë të kësaj kohe ta kalojmë me Perëndin. Kështu që, shiko, shumica e njerëzve e kanë mesatarisht 4 orë në ditë screen time, disa e kanë 6 orë plus, edhe bëra kalkulim. Nëse lexojmë Biblën 4 orë në ditë, po e gjetë sa ditë duhen për ta mbaruar.
13 deri 16 ditë. Për lexove çik më avash, i bie për 21 ditë. Që i bie, pa hoqë telefonin, për 21 ditë ti lexo Biblën krejt. Vetëm zëvendëso kohën screen time me çfarë bëje në media sociale, fut kohë me leximin e Biblës. Është edhe dhe marrësh nga zanafilla deri te zbulesa, dhe çfarë do ndodhi? Do kesh një perspektivë shumë më të qartë të punës Perëndis, edhe si ka vepruar Perëndia gjatë gjithë kohës. Shiko, kjo është nxitja, edhe uroj që do zgjedhësh një apo dy, por mënyra se si unë apo kushdo që nxit kishën në ICF për të bërë gjëra, puna jonë është si Psalmi 23. Kush e di Psalmin 23? Vargu 1 e din gjithë. Zoti është vargu im, asgjë s'do të më mungoj. Cili është vargu 2? Ai më çon në kullota e mbarë të njom, më drejton pranë ujëve që të shlodhin. Kjo pjesa dytë është pjesa ime, edhe kujdo që predikon këtu. Që do thot? Puna jonë është me thonë, ky bari është i mirë, ka vlera ushqimore, të ndihmon për 1, 2, 3, 4. Ky ujë është i freskët, se vjen nga Shëngjergji, ashtu është ujë i mirë, edhe të ndihmon për 1, 2, 3, 4. Por, se çfarë do bësh ti? A do hash? A do pish? Është puna jote. Puna ime, ose kujdo që predikon këtu, është të tregoj vlerën e gjës. Jap se lutja është e mirë, jap se agjerimi është i mirë, jap se shkrimi thot kështu, por pastaj është në dorën e secilit të vendosi çfarë do bëj, edhe si, edhe qysh. Kështu që dëshira ime diçka është që gjithë të lutemi për 21 ditë. Të kalojmë kohë me Perëndin 15 deri 20 minuta çdo ditë. Dëshira ime është që të paktën bëjmë atë detoksin e telefonit, të shkurtojmë kohën e screen time.